online me qytetarët. Ndjekim. Në të vështirën e jetësime, në disa aspekte, por e ndërmora atë për të mbrojtur si dignitetin tim dhe dignitetin e të gjithë atyre miliona shqiptarve, të cilët në dekada kishin votuar Sali Berishën më shumë se çdo politikan tjetër të këtij vendi. Në këtë kuadër, unë besoj se bëra detyrën time si njeri për jush. Dhe për ta mbyllur këtë, duke falëndëruar edhe njëherë përzemërsisht administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Rubio për korrigjimin që i bën një vendimi fundekryet pa drejt, ju ftoj të mobilizojmë të gjithë energjitë tona, të bashkohemi në misionin tonë të madh, rikthimin e votës lirë të shqiptarëve dhe të ardhmës së merituar për Shqipërinë dhe shqiptarët.